Drejt. Por nëse ndalemi pak më konkretisht, për ta kuptuar edhe se ku qëndron pra fiks në këto moment, ende nuk është konstituar kuvendi, apo jo zoti Gjinali, vetëvendosje thot që duhet zgjidhur një herë çështja për presidentin e më pas konstituohet kuvendi, ndërsa partitë opozitare kanë vjuar me protestat e tyre. Në këtë rast, ju çfarë qëndrimi mbani? Pra, duhet konstituar kuvendi ku kanë kaluar në fakt afatet? Ka një thelb Ka një thelb shumë të qartë, dhe ky thelb është thelb kushtetues. Nuk mund në një republikë parlamentare nuk mund të realizosh asgjë pa konstituimin e kuvendit. Kuvendi, parlamenti është baza, thelbi dhe e gjithë jeta politike fillon pikërisht nga parlamenti. Më pas konstituimit parlamentit, ndërmerren të gjithë hapat dhe veprimet e tjerë për sa i takon edhe ndërtimit dhe konstituimit të institucioneve të tjera. Kështu që Kosova sot po e buam pikërisht ndërtim politik dhe si shkak i një mungese vullneti të qartë tashmë për të mos e konstituuar kuvendin, duke pretenduar për kohë të mëtejshme politike për të përftuar marrëveshje politike, një marrëveshje e cila dhe negociacja duhet të ishte zhvilluar në fakt që përpara certifikimit të rezultatit zyrtar të zgjedhjeve, duke pasur parasysh fakti që rezultati ishte i njohur, i pakontestuar, dhe koha politike mes shpalljes paraprakje të rezultatit dhe periudhës zyrtare të certifikimit të zgjedhjeve ishte një kohë mjaftueshme që palët dhe veçanërisht partia e parë në të rasti ka dhe përgjegjësinë kryesore, thelbësore, pikërisht për ndërtimin e institucioneve nga një anë dhe për zhbllokimin e krizës politike nga ana tjetër, dhe që duhet të jetë pala më interesuar për të ushtruar atë mandat që i kanë dhënë qytetarët, por sot duket pikërisht pala më interesuar pikërisht për të mos e ushtruar atë